Normal, ti përmendet disa prej personave të lakuar nga drejtësia, përfshirë Tërmet Peçin, përfshirë ndoshta Benet Becin, kryetarin e Bashkisë Shkodrës, gjithashtu deputeti Plaren Dreca ishte dje në SPAK, është thënë gjithashtu zyrtarisht nga SPAK-u që një ministër mbetet në hetim. Do të ketë goditje në majorancë në këto muaj dhe në vijim? Mendoj që një pjesë jo vetëm këtyre emrave, sepse mund të ketë dhe emra tjerë që SPAK-u, sepse kemi parë që shpeshherë SPAK-u vepron në mënyrën ligjore ose në mënyrën se si ata shikojnë më të mirë të mundshme, mund të ketë dhe emra tjerë, xhojnë nga kjo super majorancë që mund të ndodhi që shtatori, tetorin ose nëntori mos ta gëzojnë parlament. Pra, mendoj se do gëzojnë mandatin, por mund gëzojnë një palë pranga si mandat për ato se çfarë ata kanë bërë gjatë qeverisjes tyre. Por nuk është vetëm kaq, edhe brenda kampit opozitar, xhoj kemi element apo deputet cilët janë në përfundim të hetimeve të paktën çfarë flitet nga burimet mediatike që janë në përfundim të hetimeve të SPAK-ut. Kështu që unë mendoj që një sër prej aktorëve kryesor mund të përfundojnë në derën e SPAK-ut, se nuk po dua t'i uroj askujt prangat, sepse unë uroj vetëm që ligji të zbatohet dhe kjo më mjafton. Pastaj gjithë secili që ka bërë një shkelje ligjore dhe ka shpërdoruar detyrën e qytetarëve, ai më pas meriton që t'i përgjigjet ligjit dhe drejtësisë. Kështu që mbi këto premisa nuk është çudi që kjo majorancë dhe e gjithë kjo klasë politike, në fakt se tani ne nuk po 83 mandate, por dhe në anën tjetër e majorancës apo opozitës, shikojmë që e gjithë kjo klasë politike xhoj ka disa llogaridhënie me drejtësinë. Pastaj është drejtësia ajo që vendos në fund që a janë fajtor apo jo, por besoj që SPAK-u do të ketë një punë akoma më të vrrullshme, duke qenë se tashmë një sër dosjesh janë drejt hetimit, po kërkohet edhe nga shoqëria shqiptare, kërkojnë një përgjigje sepse në fund xhoj ajo që ne e kemi si qytetar, mendojmë që okay, SPAK-u po merr paga shumë të larta, okay, po paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar, por deri kur ne duam rezultate. Dhe ajo që bëjmë ne, kjo është një presion pozitiv, neve nuk na takon kuptimi që por një thirrje bëhet. Duam veprim sepse duhet të kuptojmë që u ngrit një strukturë e posaçme për këto zgjedhje dhe nuk kemi akoma një rezultat. Pra këto struktura të posaçme duhet na japin një produkt të asaj që ne prisnim se çfarë do të bënte SPAK-u, dhe pse e dim shumë mirë që kapaciteti infrastrukturor dhe mundësit ishin shumë të vogla, por tashmë ne duam një përgjigje edhe nga puna që ka bërë SPAK-u. Dhe mbi këto premisa xhoj mendoj që e gjithë ky zhvillim do të ketë fokusin kryesor dhe një optik brenda kampit, brenda drejtësisë, por dhe gjithashtu brenda kampit majoritar, sepse ajo që mendoj dhe lidhet tashmë xhoj lidhet edhe me betejën e heshtur ose dhe mediatike që ka nisur brenda Partisë Socialiste, sepse gjithë ky pushtet i madh që ata tashmë kanë absorbuar, vjen një moment. Por PS-ja Ermal ndërkohë ishte pa interesuar tek rinumërimi, me sa u pa. Po, te rinumërimi ishte pa interesuar sepse para 2 javësh, 3 javësh mos gaboj që mesazhi kryeministit Rama që jemi një trup i vetëm dhe ai trup e drejtoi unë dhe kush mendon ndryshe duhet të bëj dhe të dalin në anën tjetër. Kështu që mbi këtë mesazh, edhe me pushtetin politik që ka zoti Rama tashmë, askush prej aktorëve politik brenda Partisë Socialiste jo vetëm nuk e ka stofin, jo vetëm nuk e ka guximin politik që t'i kundërvihet zotit Rama, qoftë me një sjellje e cila jep edhe një mesazh publik, sjellje simbolike. Kështu që mbi këtë premisa nuk pritet që të ketë demonstrim haptazi kundër kryeministit Rama apo urdhrave të tij. Demonstrimi apo lufta që do të ndodhi brenda Partisë Socialiste, xhoju mendoj që do të vinë nga aktorë të cilët janë braktisur, pra siç mund ta ndjej veten zoti Veliaj në këto momente, dhe ai ka nisur me mesazhet e tij në TikTok, mund të jetë a priori një opsion. Opsioni i dytë mund të jetë brenda të ngjashmeve në Partinë Socialiste, të cilët mendojnë se do të jenë pasardhës të Edi Ramës. Po çfarë mesazhesh konkretisht nga Veliaj, Ermal?
Po të shikosh në anën tjetër, ai ka dërguar dy mesazhe. Një mesazh thotë që nuk mundet mua të më sulmoj njerëz me certifikat, duke në kuptuar që këta njerëz nuk kanë mbaruar as shkollën e lartë, dhe në anën tjetër thot për Rosakun që unë e përbuz, thot, dhe nuk më bën dot asgjë. Dhe padrejtësia do vi një moment, thot, dhe karma është ajo që do rikthehet. Me këto mesazhet koduara e kuptoj që zoti Veliaj po jep një mesazh apo jep një mesazh brenda Partisë Socialiste, sepse është e pakuptueshme që zoti Veliaj tashmë që Partia Socialiste ka marrë 83 mandate, të zgjedhë një rrjet si TikToku që është viral për të dhënë mesazhe simbolike. Pra për të goditur apo për të ngritur edhe këtë. Pra dyshimet e Veliajt janë dhe brenda PS-s dhe informacionet. Unë mendoj që Nesti Angoni më shumë mundësi të ketë jetë brenda PS-s sepse jashtë PS-s, sepse në ato çfarë ata kanë nxjerr, duket që është një njeri i cili është shumë pranë, ose ka qenë shumë pranë zotit Veliajt dhe ka zgjedhur më pas të largohet. Pra mbi këto premisa, mendoj që Nesti Angoni është një njeri i cili ka depozituar në luftën e brendshme dhe për ta fundosur Veliajin apo për t'i marrë pushtetin politik të tij. Por tashmë do duhet në fakt të shohim se çfarë mesazhe tjera do t'i japi zoti Veliaj pas sekurave dhe si do të shkojë kjo betejë brenda Partisë Socialiste, sepse kemi parë shpeshherë që sa herë ka skizma brenda Partisë Socialiste, ata jo vetëm humbin pushtetin, por e kanë pastaj të vështirë të rikuperohen. E qartë. Ermal, kam dhe një pyetje se i takon ecurisë mëtejshme të Partisë Socialiste. Çfarë pret të ndodhë pasi do të shkohet drejt një 16 vjeçari të Ramës, dhe ti e përmende me të drejtë që në rast se nuk mendohet dhe atje për të ardhmen do të ketë probleme? Jam munduar të shpletoj ose edhe të lexoj mbi kontekstet të individëve apo liderëve politik të cilët kur gëzojnë 12-16 vite pushtet, çfarë ju bën pushteti. Dhe në asnjë moment pushteti Xhoj nuk ka një proces vetëngjysimi apo një vetrregullimi, një proces vetrregullimi. Të vetme gjë që bën pushteti i madh, përveç se centralizon, shton dhe oreksin. Kjo do të jetë një prej betejave më të mëdha që do të ketë Partia Socialiste dhe kryeministri Rama, sepse kur dëgjoj fjalimet e tij që tashmë në ka ngel neve që të jemi edhe opozita e këtij vendi apo të jemi ne me proces autodidakt për ta rregulluar këtë vend, nuk më kuadron që pushteti të jep për masa vetë kufizimi, por me sa më ka kuadruar nga historia politike, pushteti vetëm të zgjeron oreksin për të marrë. Dhe mbi këtë premis mendoj që dhe ky mandat do të shkojë në të njëjtin vazhd si mandati që kaloi nga 2021-2025 në Xhoj, duke qenë se tashmë jo vetëm kemi parë që shumë prej bashkëpunëtorëve të Edi Ramës gjenden pas sekurave, kemi parë që tashmë shumë prej njerëzve bashkëpunëtorë të tij nuk e kanë ndjekur dot ritmin e zotit Rama. Në përgjithësi zoti Rama thotë përgjësia është personale dhe në anën tjetër më pas se supozon që mua më janë kumbullat pas shpine, por tashmë nuk mendoj që do të ketë më ujë as kjo gjë, sepse secili prej tyre Xhoj kur të përballet me drejtsinë apo të përballet me vendimet e shumta që mund të ketë dhe mund të ndodhi rasti që edhe dikush mund të flasi. Pra mbi këto premisa. Po beson se mund të flas dikush, Ermal? Janë bërë goxha personazhet pushtetshëm që nuk kanë folur. Mendoj, jam shumë dakord, Xhoj, shumë prej tyre kanë mbyllur gojën, shumë prej tyre kanë ikur dhe narrativ nuk kanë guxuar të flasin, kanë dhënë vetëm mesazhe simbolike për të kërkuar atë gjuhën e pajtimit, por jo mesazhe për të folur apo për të bërë një kontribut shoqërisë shqiptare, por mendoj që kjo është një aspekt. Nëse drejtësia vjen edhe ngushtohet dhe vepron në atë mënyrë që duam ne shqiptarët apo ne qytetarët ta shikojmë një drejtësi funksionale, një shtet së drejtës. Në anën tjetër ajo që rrezikon përsëri që është një pushtet shumë i madh, sepse kemi pushtet ekzekutiv dhe pushtetin lokal që pothuajse janë një,
Partia Demokratike ka vetëm 5 bashkia, 6 bashki, cilët nuk ka një peshë domethënie. Pra mbi këto premisa Xhoja ajo që do duhet shohim se edhe çfarë politike, ekonomike apo diplomaci do të ndjeki kryeministri Rama, sepse sot kur po shfletohet shikojmë që ne jemi plakur 4 herë më shumë se Europa me ritme, po shikoja një studim të fundit. Kjo duhet të jetë një këmban alarmi sepse me njerësh i gjeton mënyrën se si ka qeverisur Edi Rama dhe pse të rinjt shqiptar apo qeveria e Edi Ramës dhe pse të rinjt nuk guxojnë të bëjnë një familje dhe të marrin një hap, pse ndjen të pasigurt. Në anën tjetër duhet të shohim se çfarë do ndodhi me kompanitë e mëdha, se si kryeministri Edi Rama do e orientojë edhe politikat e tij ekonomike të bizneset e mëdha, pra ka një sër faktorësh që lidhet edhe me shëndetësinë dhe me ekonominë, edhe me infrastrukturën, por edhe me një plan të mirëfillt se si ai do ta thithi trurin i cili ka emigruar gjatë gjithë këtyre viteve kur Edi Rama ka qenë pushtet. Këto do të jenë ato sfida përballë sfidës që do të shikojmë, që mendoj që do të jenë një sfidë e fortë të përballjes me drejtsinë, sepse kemi parë që dhe Bashkimi Evropian reagoi për mënyrën e protestës që prokurorët e SPAK-ut, kur mbështetësit e Eriomi Liajt Vallë në dyert e SPAK-ut, ata reaguan duke thënë që një intimidim. Kemi komisionin Xhafaj që çfarë prit të ndodhi në shtator, kështu që mbi këto premisa Xhoj mendoj që do të jetë një luftë e fortë, edhe mazhorancë drejtësi, por edhe opozit drejtësi, dhe tashma fokusi kryesor këtu do të jetë, besoj. E qartë, Dermal, shumë faleminderit që isha me në kënaqësi të bisedonin. Xhoj, kënaqësi. Mirëmish, do të ecim në dhe, do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.